Pas ditëve të mërkurës, fushues të ndryshëm, ndërsa bënin plazh në rrezet përveluese të diellit të këtij fund korriku, kanë ndeshur një fenomen të çuditshëm që ka tërhequr vëmendjen e tyre dhe kanë nxituar të fiksojnë pamjet e rralla të një iluzionit të madh optik. Një qytet që notonte gjithë mbi uret e gjirit të largët. Një qytet që ishte i vështirë të identifikohej, se pamjet e cilit prej tyre ka sjellë në këto brigje fenomeni rralli mirazheve, që në këtë fund muaji, sikur përzgjodhi plazhin VIP për të sjellë një spektakël që rrallë shihet në këtë zona. Dukuritë e tilla të pasqyrimeve ndodhin kur ajri mbi nxehur nga toka ndeshet me një shtresë ajri të freskët. Sipërfaqja ndarëse në këtë rast vepron si pasqyrë, që arrin të pasqyrojë zona të ndryshme, shpesh sipërfaqe ujore, por dhe male qytete, si në rastin që po paraqesim, të pasqyruar gjithësisht në rrjetet sociale. Kur pamjet përthyen nëpër shtresë ajri me temperatura diferente të mëdha, syri shikon dritën që vjen nga burime të tjera të përthyera, nga grimset e ajrit, sipas fenomenit të njohur të përthyrjes prizmatike. Mirazhi, sikurse paraqitet rasti i gjirit të largët, është thjesht një fenomen fizik i përthyrjes së dritës në atmosferë nga temperatura të ndryshme që krijon dhe pamje të pazakonta ose iluzione optike që njihen gjithsesi si mirazhe.